Të dashur vëllezër e motra, jemi këtu të mbledhur për të shpallur zyrtarisht viti jubilar që do të kremtojmë në këtë vit, duke filluar nga 26 prill 2026 deri prill 2027 në rastin e 130 vjetorit e shpalljes si Zoje Këshill të Mirë si pajtore e Shqipërisë. E atëherë në kuadër të përgatitjeve për kremtimin e këtë ngjarje 130 vjetore të shpalljes së nënës së Këshill të Mirë pajtore e Shqipërisë, komisioni ad hoc që unë e kam ngritur sigurisht në emrin e Konferencës Peshkvore të Shqipërisë dhe desi ordinare kësaj diocese, ka hartuar dhe ka miratuar kalendarje zyrtar të aktiviteteve për këtë vit jubilar. Ky vit jubilar përmban një moment me rëndësi të veçantë për jetën kishtare dhe për identitetin shpirtërore dhe kulturor të popullit shqiptar, duke synuar rëpërtëritjen e devocionit ndaj Zojes së Këshill të Mirë dhe formimin e bashkimit në fe. Ngjarjet qendrore të hapjes së vitit jubilar do të jetë me 25 prill 2026, që është vigjilja e festës, ku do të bëhet hapja ekspozites tematike pranë Basilikës së Nënës së Këshill të Mirë. Eksposita do të përmbaj materiale fotografike, historike, dokumentare dhe devocionale, duke ofruar një pasqyrë të theluar mbi zhvillimin dhe rëndësinë e këtij devocioni ndërshekuit në jetën e kishës dhe të popullit shqiptar. E tani Don Artur e Don Mark do të shpjegojnë më mirë në mënyrë më të veçantë programin që kemi përgatitur. Falenderojmë Arqipeshkvin edhe për praninë edhe për fjalën hyrëse që bani, por mi gjitha edhe për dëshirën e tij edhe të konferencës së Peshkvorë Shqipërisë për t'ia kushtuar këtë vit 2026 edhe 2027, që është një vit i plot pikërisht Zojes së Këshillit Mirë si pajtore e popullit shqiptar. Edhe Arqipeshkvi ka dashur që pikërisht në kuadrat e këtij vitit për të ngritur një komision ad hoc të veçantë në mënyrë që të përgatisë një kalendar të veçantë posaçëm për kremtimin e kësaj feste e këtij viti. Atëherë ne si komision ne jemi një përfaqësi e vogël e komisionit, por komisioni është më i zgjeruar, të cilët kanë punuar gjatë kësaj kohe pikërisht për të bërë kalendarin e programeve. Edhe gjëja e parë që kena dëshirë për ta prezantuar për publikun është pikërisht logoja, e cila është edhe ekspozuar këtu në sfond. Logoja, nëse ju e shihni me kujdes, është një formë rrethi që simbolizon edhe globin, po thojmë botën, por në atë kohë edhe si mesazh shpirtëror për gjithë Shqipërinë në rastin konkret. Edhe ka disa detaje interesante janë numri 130, edhe po thojmë zeroja është Zoja Këshillit Mirë, që është zemra në thelb edhe e kremtimit të këtij viti jubilar. Por edhe pjesa e ngjyrave të numrit 130 është marrë nga paleta kromatike e Zojes së Këshillit Mirë e originalit. Atëherë keni edhe 3 viza që janë 3 lumet, simbolizojnë 3 lumet, sepse ju dini që kisha e Zojës edhe kalaja janë të rrethuar mes 3 lumeve, edhe një farë mënyre është edhe viti, brenda është edhe viti i shpalljes 130 vjetori i shpalljes së Nënës së Këshillit Mirë. Gjaja e veçantë brenda kësaj logo është edhe sfondi, nëse e shihni me kujdes, është ikja e kolidromenës, pra kuadri, piktura e Zojës së Këshillit Mirë, ose më mirë, ikja asaj që është shpërngul në shkun Gjenecano, ne kena dashur që për të bashkuar elementin shpirtëror, elementin artistik, por edhe elementin historik të logos. Kështu që me pak fjalë kjo është edhe logoja e 130 vjetorit që do i shihni gjatë krejt vitit nëpër eventet tona. Sikurse edhe Monsignori e theksoi, ne kena njësër aktivitetesh gjatë këtij viti që do t'i bëjmë edhe publike, por edhe do i kremtojmë. Për shembull,
qendra e gjithë shkaje, ose më mirë fillimi, inaugurimi, është prania e kardinalit i cili do të vijë nga Roma, Enkas, për të hapë vitin jubilar. Është kardinali i Santa Maria Maggiores, një prej 4 bazilikave papnore që është në Romë, ose më mirë Santa Maria Maggiore është vendi ku është varros edhe Papa Gjon Pauli, Papa Francesco. Edhe ai do jeti i pranishëm pikërisht, do të vinë me 25 prill paradite, mas dite do të jetë në Kishën e Zojës për të inauguru edhe ekspozitën që do përgatitet Enkas për këtë aktivitet. Mrapa me 26 është kremtimi ose hapja e vitit jubilar. Një gjatë tjetër e veçantë që meriton për të theksu është edhe konferenca shkencore që komisioni ka përgatit. Ne do kemi konferencën shkencore me datën 23 maj, konferencë shkencore ndërkombëtare me prani të studiusëve shqiptar, por mi gjitha edhe nga Italia. Edhe në këtë konferencë qëllimi është kanë për të hedhur më shumë dritë mi historinë e Zojës së Këshillit Mirë, por edhe mi historinë e popullit shqiptar, sidomos të pjesës së krishterë. Në këtë kuadër të aktiviteteve kulturore, ne kena përgatitur disa botime librash, për shembull një libër interesant që do jetë një vëllim interesant është një përmbledhje e revistës së Zoja Shkodrës, Drita e Shqipnisë. Është një revistë që ka filluar me u publiku për herë të parë në vitin 1917, 1918, pra janë 3 vite rresht që kjo revistë është hapur me dëshirën për të ndërtuar Kishën e Zojës, sepse ishte e shkatruar nga Perëndëria Osmane. Edhe ne do bëjmë një vëllim unik, edhe kështu kanë me pas mundësi me pas për publikun. Mrapa ka një tjetër vëllim interesant që është korrespondenca mes dioqezës së Shkodrës edhe Italisë, gjithmonë në kuadër të ndërtimit të Kishës së Zojës. Edhe një tjetër botim që është me vlerë të jashtëzakonshme dhe historike është që botohet për herë të parë një dorëshkrim i Atë Marin Sirdanit, franceskan, i cili ka një studim mirëfillt mbi Zojën e Këshillit të Mirë. Kështu që në këtë sens ne kena përgatitur një sër, po them, aktivitetesh kulturore që kanë gjithmonë dëshirë për të hedhur më shumë dritë edhe në jetën e sigurisht kulturës së Shkodrës dhe Shqipërisë, por mi gjitha për mendimu dhe besimtar për me përjetuar nga ana shpirtërore sa më mirë edhe këtë vit jubilar. Eventi i 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit Mirë si pajtore gjen të angazhuar dhe është një prej eventeve kryesore të këtij viti për konferencën i peshqënore të Shqipërisë, por jo vetëm. Për faktin sepse duke ditë që Zoja është pajtoria gjithë shqiptarëve, kudo që nolën qoftë datën 26 mars, ku do të jetë kremtimi i kardinalit, por edhe gjatë vitit ku do të jenë aktivitetet e ndryshme të pranishme në këtë jubilej, do të jenë edhe tjera konferenca i peshqënore. Kryesisht ajo e shëndsjetit dhe metodit ku nëpërmjet shqiptarëve të Kosovës edhe shqiptarëve të Malit të Zi do të përfaqësohen në personat e IPSHV-ve të tyre, të cilët janë do të jenë pjesë thelbësore e këtyre festimeve dhe kremtimeve. Po ashtu një prani të madhe do të ketë edhe diaspora shqiptare, duke filluar nga Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në të gjitha vendet ku janë shqiptarë të cilët flasin gjuhën shqipe dhe trashëgojnë fenë katolike të këtij vendi. Nuk duhet harrojmë se në Amerikë kemi disa prej kishave të cilat majnë emnin e pajtores, majnë emnin e Zojës Shkodrës, edhe ato du t'jenë të pranishme duke dërguar përfaqësitë të tyre, telegramët të tyre në datat e mirë caktuara nga Komisioni Përkatës. Do të thotë do të jetë një kremtim që do të shtrehet në disa fusha. Domarturi përpara përmendi fushën kulturore akademike, do të thotë një studim i thelluar nga pikpamja dhe shkencore e këtij eventi, por nga ana tjetër do të kemi edhe një trajtim të gjerë liturgjik, shpirtëror, por edhe kulturor. Themi liturgjik sepse përgjatë gjithë vitit do të jenë datat e caktuara ku do të jenë të mirë përcaktuar jubilet, ku të gjithë IPSHV të konferencës peshqënore të Shqipërisë do të jenë pranishëm për të udhëheqë jubilet specifik, duke filluar nga jubileu i meshtarëve, jubileu i familjeve, për të përfunduar te jubileu i diplomatëve, artistëve dhe studentave. Do të thotë për herë të parë ndoshta do të kemi një aktivitet që do të përfshijë në nivel lokal gjithçka që përfshin kisha në nivel universal.
kemi mbyll jubileun 2025 që ka qenë një jubileu për Kishën Universale dhe çka do që është zhvillu në Kishën Universale në Rom, do të zhvillohet për Shqipërinë, për Kishën në Shqipëri, në Kishën e Zojës me rastin e këtij jubileu. Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është se nuk do të izolohemi, të themi kështu, në festimin ose në kremtimin e festave të caktuara që do të zgjasin një ditë. Përgjatë gjithë këtij viti do të kemi aktivitete që përfshin të gjitha fashat e ndryshme të moshave dhe shoqërisë. Do të bëhet një aktivitet i jashtëzakonshëm, parashikohet sidomos me shkollat katolike, po edhe me të gjithë studentët e shkollave të qytetit të Shkodrës edhe me gjërë, duke i ftuar nëpërmjet konkurseve, nëpërmjet organizimeve që rektoria shqiptare do të bëjnë për të futur dhe përvetësuar gjithë ato pasuri shpirtërore po dhe historike në raport me Zojën e Shkodrës. Nuk duhet harrojmë që pozicioni gjeografik, ashtu siç është pohullur për shumë shkrimtarëve, poetëve, e lidh këtë vend si një vend identitar, jo vetëm për katolik, po për marë kombin shqiptar. E gjendën buzë Rozafatit, reflektimi, festimi e kremtimi i këtij jubileu do të jetë një pikë shumë i mirë që do të bashkojnë marë shqiptar, duke filluar nga shqiptarët e diasporës, siç e thash më përpara, të shqiptarët e Kosovës, të Malit Zi, edhe sigurisht tek shqiptarët e Shqipënisë. Një tjetër aspekt është sepse që besoj ja vlen që të përmendet, është se do të përpiqemi që edhe në mënyrë mediatike digjitale sigurisht, edhe mendimin tuaj, të pasqyrojmë të gjithë këtë pasuni që ka kisha shqiptare, populli jon, duke filluar që nga 130 vite më përpara, ku kemi në planin projekt që të paraqisim edhe një dokumentar për marrë historinë dhe këtë marrëdhënie që shqiptarët në kisha në Shkodër, në kisha në Shqipëri, më falni, ka pas në raport me Kishën Universale me Selin e Pjetrit, në mënyrë të veçantë duke u referu e duke pas si përdorim pajtore Zojën e Këshillit Mirë. Sigurisht nuk duhet harrojmë kisha e Zojës është e binjakzume me një shejtnore shumë të famshme për ne shqiptarët, siç është ajo e Gjenat Sanus, ku edhe në raport me këtë shejtnore shumë dashur për Papa Leonin e 14, do të kemi aktivitete që vendosin pa këtë lidhje të pamërpreme, jo vetëm të kishës Zojës me Gjenat Sanun, por në fund edhe të popullit shqiptar me perëndimin. Normal, deri në çfarë kanë përfaqësuesish nga Vatikani do të vinë në Shqipëri kuadër këtij viti jubilar, kujtoj që ka patur një festë nga ministri për Papën. Ka patur konfirmim? Që t'ju sqarojmë, nuk ka pas ftesa për Papa Leonin e 14 është dërguar nga Konferenca e Peshqinore e Shqipërisë, nga gjithë i peshqvit dhe kanë konferenca që ka pas dëshirë të shpreh afërsinë papës në një farë mënyrë duke e ftuar që të vizitojë vendin tonë, duke përfituar nga 130 vjetori si një rast shumë i mirë. Nuk duhet të harrojmë që Papa vetë është një agustinian ku në shërbejnë në Gjenat Sanu dhe është menduar që ti jepet kjo ftesë dhe ti dorëzohet kjo ftesë, e cila do të thonë akoma nuk kemi një përgjigje as pozitive as negative. Nga ana tjetër, sigurisht kardinali Makrikas është niveli më i lartë pas Papës, i cili do të vizitojë vendin tonë. Bëhet fjalë për kardinalin e një prej 4 bazilikave kryesore të kishës katolike, që është në Rom dhe një prej bashkëpunëtorëve kryesor të atit shajt në zhvillimin e misterit të tij Petrin. Nuk duhet të harrojmë se ai është rektor në bazilikën ku Papa Francesku vazhdimisht vizitonte para dhe pas çdo udhëtimi apostolik. Prandaj prania një personaliteti të tillë mund të themi me plot gojë që është prania një prej hierarkëve më të lartë që ekziston në Kishën Katolike. Sigurisht kjo gjë do të shoqërohet pastaj gjatë vitit edhe me praninë e shumë personave të tjerë që dal nga dal sigurisht edhe për ju do t'i bëjmë të ditën. Duke përfunduar këtë takim, dëshiroj të theksoj që viti jubilar që na përket ne si kishë në Shqipëri, sigurisht është një hir prej Zotit. Atëherë qëllimi është që të gjithë si kishë mund të vazhdojmë në rritjen shpirtërore, në devotshmëri ndaj Zojës së bekuar,
dhe sigurisht mund të hapë edhe një orizzont të reja për të ardhmen e kishës dhe shoqërisë shqiptare. E shpresojmë që këtë vit jubilar mund të përfundojë pikërisht me vizitën e Papës Leone XIV.